Një mbrëmje magjike ndes dritat e festave, me një koncert regjisoral për herë të parë dhe ndërthurje spektakli që sjell emocione, art dhe një atmosferë të paharrueshme në qytet. Drejtoresha e Kulturës në Bashkinë Shkodër, Sara Smaja, ftoi të gjithë qytetarët të bashkohen në shesh për të festuar dhe për të shijuar këtë mbrëmje të jashtëzakonshme. Sonte ne startojmë me ndezjen e dritave, më në fund data 6 ka ardhur edhe sot ndizen dritat e qytetit. Bashkia Shkodër ka organizuar një spektakël të vërtet për ndezjen e dritave. Besoj se të gjithë në momentin kur ta shohin do e kuptojnë se për çfarë kam fjalën. Menjëherë pas ndezjes së dritave do vijoj një koncert fantastik me të ftuar speciale i cili do kulmoj me Aurela Gaçen. Aurela performon për herë të parë në Shkodër në një shesh. Pastaj i gjithë muaji do t'jetë plot me koncerte. Nuk ka asnjë ditë pa koncert, do jetë një kalendar plot e përplot me emrat më të njohur të skenës kombëtare dhe mbarkombëtare. Janë gjithë këngëtarët më të mirë shkodran. Kemi një koncert shumë të veçantë të Arilenës, Arilena Ara do performojë dhe ajo për herë të parë në Shkodër. Dhe pastaj kemi disa emra shumë të veçantë, të cilët besoj do t'i zbulojmë njëri pas tjetrit dhe thjesht ju ftojmë të gjithëve të jeni në shesh në orën 6 ku do bëhet dhe ndezja e dritave. Mendoj që Shkodra këtë vit do të bëjë një gjë komplet ndryshe, edhe kjo e bën edhe të veçantë Shkodrën, sepse Shkodra çdo gjë e bën me shpirt. Shkodra e karakterizon shpirti i festës edhe mendoj që do t'rregoj që dita bëj më mirë se çdo vend tjetër. Ajo shtoi se i gjithë muaji festiv në Shkodër do të jetë i mbushur me surpriza, duke e kthyer qytetin në kryeqendrën e festimeve.